Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Po sjell pranë jush disa videot postuara në Instagramin e saj zyrtar Linda Rej, e cila ka nisur një luftë virtuale me televizionin Klan. Në emisionin Kosova Today ditën e djeshme dolën disa faktura që Lindës televizioni Klan ja ka paguar hotelin dhe njëkohësisht arredimin, ushqimin dhe gjithçka që i përkiste asaj. Por, e njëjta gjë nuk ka ndodhur me Lindën. Linda që kur ka dalë nga shtëpia Big Brotherit, po tregon sekretet që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit, dinamikat, historitë e personazheve që përdoren për interes klikimesh. Unë do t'ju sjell videot të dëgjoni deklaratat e Lindës se çfarë po ndodhen. Dhe me që unë shpikër kam edhe them rena, kështu ashtu, po e them edhe një herë, çdo kush, se di si bëhet, se që është tek se si është, do me thënë peripecia, apo ajo, si thuhet, gjëja për të pasur mundësin, jo unë, se unë e di që ka më thënë, po që të dalin videot e dhomave se rrëfimeve, se 3-4 herë kam qenë, jo, kush e di sa herë, dhe të shohim sa teka kam pasur, dhe çfarë kam kërkuar unë në dhomën e rrëfimeve. Sidomos, kjo është një deklarat tjetër, unë nga ty doja të dilja që natën e parë, dhe pyetja është, përse vallë unë doja të dilja ty që natën e parë? Sepse jam mashtruar nga produksioni. Më quan ke hoteli tjetër, ku do u bënte, do me thënë, ajo pjesa e izolimit, në thojza, që e paguan ata. Po tani dhe kjo më duket gjëja më bazike nëse ti fton dikë në emision, për të bërë një emision, ta paguaj unë biletën. Si, dhe nëse se fola shumë, do me thënë thjesht reagimi im duhet ishte më tregoni pak momentin ku kam thënë që s'më shpaguajtur bileta avionit, kaq. A i nxirr në dot? Aty afër me atë biletën, ku unë kam thënë që s'më shpaguajtur bileta e avionit, apo bileta ajo dhoma e hotelit, jo dhe ja tani, ju lutem shumë, mos u ngatroni. Dhe taksin 150 euro e pagova me lekët e mia. Po dhe, normalisht, si. Do me thënë, nëse disa njerëz nuk din, do me thënë, dhe nuk ja kanë idenë organizimit, ose si e qysh e tek, se nuk e tha, s'po i them të gjitha tani dhe, po prap se prap, kuptoni juve tani me që më qënë ka paguajtur diçka dhe unë që kam tretuar si princesh. Jo, se unë mirë që pagova biletën, atë taksin nga Tirana në Prishtinë, nga lekët e mia, se po vija për emision, nuk po vija për pushime, por akoma më shumë, 2 net i kam paguajtur në Airbnb me lekët e mia. Dhe pastaj më quan ke hotel. Edhe miru pafshim, normalisht unë thash që u detyrova të paguaja dhomën këtu sepse nuk isha ku të dilja ose ku tikja, kështu nga 4 mëngjesit, 3 gjysa ka qenë ora që kam ardhur këtu në hotel, veç fjeta dhe u zgjova si e të rënditur, pa roba, pa puc, pa gjëra, si tikja. Ku tikja? Mendova se do merja gjërat e mia, diçka që rregullonte, dhe do ikja, por prap se prap do me thënë, edhe mund të aprisja këtë gjë, por nëse dikush, do me thënë si me këtë video, ja ku është bileta, me kërcënime të fsheta, mendon se unë do të rembem, jo, sepse, do me thënë që natën e parë, edhe kjo është një deklarat tjetër, unë doja të ikja, dhe me mashtrime më kanë bajtur aty brenda.
Më vjen shumë keq sepse po jetoj përsëri të njëjtën situatë si kur ika nga Dance With Me. Unë ika pa bërë deklarata, pa thënë asgjë, pa u ankuar, pa bërë story, pa thënë asgjë absolutisht. Thjesht ika sepse çfarë do kisha për thënë. E kisha folur edhe atje me produksionin, kështu që gjërat nuk po shkonin, kapa dhe ika. Dhe në momentin kur produksioni bëri një deklaratë rem, do me thënë që unë ika nga Dance With Me, sepse nuk përbaloja do të më, si thuhet, ljataki, sulmimet dhe urrejtjen, kur thishte e vërtet, aty bëra deklaratat e mia, edhe atëhere, me video, me foto, me screenshot, me mesazhe e me gjitha. Dhe nuk u kundërshtuan dot, sepse veç të vërtetën po them, dhe po thoja, dhe do them. Faleminderit për marketingun, po s'ka gjë me zemër, mbajeni, ju kisha ngelur unë për pak marketing, por unë nuk kam thënë kur që s'mu ka bërë bileta e avionit, po kapeni pak mbi pasqyra, pa lidhje, absolutisht jo, më duket minimalja që do mu bënd të bileta avionit se s'ka sens, por herën e parë që kam ardhur unë këtu, do më thonë e di çfarë është fani, që çdo gjë shqyqyri Zotit e kam si ves, i mbaj mesazhet, i dërgoj gjërat me video, i bëj save vokaleve, çdo gjëje e kam me screenshot, por fakti është që unë nuk thash që s'më është paguajtur bileta avionit, është e kotë. Do me thënë, dhe këto presionet mere psikologjike që më duket se tashmë nuk e di si nuk nuk u ka kuptuar akoma që presioni dhe si mund thuhet minace, kërcënimet nuk funksionojnë me mua, kështu që fakti që dikush nxjerr një dokument personal duke ja treguar çdo kujt i kur, nga ana ime nuk kam pasur kur një, si mund të them, një deklaratë që s'është paguajtur bileta avionit dhe bileta hotelit, do të thonë ishim gjithë në për hotele, ajo është minimalja dhe nuk di pse po i përsëris dhe përse, do të thënë, po normale që kur nuk ka dikush çfarë të thotë dhe si t'ja dali, flet kështu, por si ju thash, gjërat duhet thënë mirë, dal nga dal dhe kaq. Dhe me që nuk u kuptuam, po e le do me thënë, se këtë e hodha unë në story, faktin e hotelit, normalisht, mua, unë kur edha këtu në hoteli e kishte marrë rezervimin, do me thënë, nga kush mori në telefon, më lanë këtu, hyra në dhomë, dhe si po ju a them edhe një herë, i kisha fustanet e donamatoshit në një qese, aty ishin fustanet, në një qese plastike, kisha vetëm një valigje, edhe kisha, do me thënë, disa roba të make-upit që kisha aty sipër, vetëm ato make-upit personale që jam lyer atë natë, edhe kështu kam ardhur në hotel, edhe në një qese plastike që edhe ato janë me prova, ishin ilaçet e mia dhe shumë shpejt do shikoni çfarë kishte aty brenda. Dhe me kaq roba kam ardhur, dhe me qëra fjala, se ka gjëra më të rëndësishme, kupton që nëse kjo emisioni ishte për të më bërë që të reagoja, se normale që të reagoja, dhe mos kisha, do me thënë, t'i nxirja gjërat, kështu që mos bëja një intervista mamë si që duhet, duke folur për këtë temë, ishte për të më bërë të reaguar dhe të flasim për biletën, dhe më thënë pa, unë jam sqaruar shumë herë me po flisja që nga produksioni, që bileta nga Milano ka vetëm 2 në javë dhe në 5 të mëngjesit, të hënën dhe të premten, dhe nuk do kisha kohë, do me thënë, kështu që mu dun të vija më shpejt, dhe normalisht ma bëm biletën nga Torino në Tiranë, po, pastaj nga Tirana, që të bëja gati për emisioni normalisht, nga Tirana në Prishtinë, kam vajtur me taksi.
në këtë hotel dhe normalisht unë isha me fustanin e Prime-it, me taka. Kur erdha në hotel, isha kështu, vetëm me shapkat, me takat, me fustanin e Prime-it, edhe 2-3 recka që mi kishin futur në qesen e plerave, dhe s'mund të ikja dot. Do me thënë, ideja ishte që unë nuk po doja të bëja pushime me lekët e produksionit në hotel, po derisa, do me thënë, produksioni nuk më dhjep akoma edhe sot s'kan ardhur akoma, gjërat e mia, efektet e mia personale, do me thënë, këpucët, tharësja flokëve, pjastra, ajkosi, make-upet, kremrat, të gjitha rrobat e mia që kisha aty brenda, normalisht ku do ikja unë? Do me thënë, mu dukte diçka shumë normale që të paktën në mëngjes, kur morë në telefon këtu, tishin rrobat e mia. Nuk do kapem shumë me budallaliqe, si për shembull, si gazetar që jeni, as ju vajte në ndërmend përse unë po bëja si e çmendur, duke bërtitur brenda dhomës së rrëfimit që natën e parë, kur isha aty brenda ka 2 orë, çfarë vallë po më mungonte si mbas jush. Jo, zemrat e mia, unë që natën e parë aty brenda dua të dilja dhe thash me hapni derën se unë këtu nuk rri. Më provoni dhe këtu të kundërtën, me që unë po bëj, si thuhet, deklarata të rremta. Nxirrni pak dhomën e rrëfimit natën e parë kur fillovi Big Brotheri, kur isha me fustanin blu dhe arsyen përse unë po bërtisja.